Momenti jonë sot ka rezervuar momente interesante, gjithashtu dhe minuta mjaft interesante, sepse do të reflektojmë mbi etapa të ndryshme të çështjes shqiptare me autorin, gazetarin, historianin, intelektualin dhe veprimtarin e njohur shqiptar, të shquar shqiptar, zotri Jusuf Buxhovi. Do të flasim gjithashtu edhe për datën e 5 muajit të vitit 1991, i cili është një moment kulminant i çështjes shqiptare, çfarë paraqet ai për lidhjen demokratike të Kosovës, por edhe gjithë shtetin shqiptar sot e kësaj dite. Do të diskutojmë këtë dhe shumë të tjera. Zotri Buxhovi, mirë se vini në moment. Mirë se gjej. Faleminderit shumë sot që jeni pjesë e pasdites sonë. Kënaqësi që të reflektojmë mbi momente të ndryshme historike, por që janë rezultati i kësaj që gëzojmë sot. Mirë, dua të filloj pak me 5 muaj në vitin 1991. Di që është një kujtim i freskët, sepse keni reflektuar edhe mbi rrjetin tuaj social në Facebook, ku ishte një status i cili përmbledhte pak a shumë disa momente kyçe. Është mbajtur në atë kohë, po bën 34 vite që nga kuvendi i parë i lidhjes demokratike të Kosovës. Çka kujtoni nga ajo datë? Po, faleminderit për këtë përkujtesë. Është sot 34 vjetori i mbajtjes së Kuvendit parë lidhjes demokratike të Kosovës. Këto duhet bëhet dallimi, shpesh nga mos informimi e ngatrojnë me themelimin. Kuvendin themeluesi është marrë me 23 dhjetor të vitit 1989. Ky marrë domethënë një kuvend në rrethana krejt të tjera, sepse si parti Lidhja Demokratike e Kosovës atëherë kishte mbi 700.000 anëtarë, ishte në faktorët më të rëndësishëm politik, jo vetëm në rrethanat e Jugosllavisë, por në përgjithësi në rajon. Dhe Lidhja Demokratike duhej ta mante kuvendin e parë të rregullt, në cilin do të themeloheshin edhe strukturat që duhet të jepshin përgjigje dy çështjeve. Ishte e para sepse kishte filluar shpërberja e Jugosllavisë. Kishte filluar në mënyrë të përgjithshme, domethënë. Maj fillon sulmet armatas jugoslave në Sloveni, mandej pason më tutje, por edhe edhe ishte konferenca e Hagës që majt pikërisht e trajtoi se Jugosllavia është shpërbim i sipër. Kështu që gjithë asaj lëvizjes që kishte afër 2 vjet, i binte për detyrë që delte me një koncept të ri në rrethana të reja. Rrethana të reja ishin sepse ishte marrë me dy korrik deklarata kushtetuese vitit 90 fjala. Me 7 shtator ishte marrë kuvendi Kaçaniki që po ashtu kishte shpall Kosovën Republikën dhe njësi e pavarur. Por ishte edhe disa zhvillime tjera që Kosovën dhe përgjithësi strukturën atëshme politike e detyronin që delte me koncept. Dhe kujtoj se aty ardhan t'i përgjigje shumë e rëndësishme gjithë asaj që do të ndodhë gjatë aty 8 vite dhe po dhe deri edhe më vonë te pavarësia e shtetit Kosovës. Aty u themeluan edhe Këshilli Qendror i Lidhjes Demokratike të Kosovës për 55 anëtarëve, ndërta ka qenë prej Bajmërgovës, doktor Idris Ajetit, Brestovci, Sabri Amiti, dhe tjerë intelektual, do të Gani Bobi, ka qenë Gjevdet Gjafa e tjerë. Aty u morë, do të thonë, u shënu kapërcimi prej evolimi politik i kërkesës që ishte përbarazi nga themelimi i Lidhjes Demokratike, kuadrit federatës, të pavarësia. Do të thotë se zhvillimet që solën kërkojshin edhe këtë. Prandaj them se kjo është një ditë shumë e rëndësishme. Unë besoj që kjo duhet të jetë ditë që të reflektojnë edhe strukturat politike se si jo sjell klasa intelektuale të themi, e cila ka qenë ngarkuar me përgjegjësi politike, cilin rrethanat e ngarkuan për të ardhmen e këtij vendi. Në mënyrë që sfidat me cilat ballafaqohej Kosova së kohë ishin ekzistenciale, të kapërceshin dhe të kishin përpara një projekt tonin politik, sepse dije se atë do të vite kapërcime të mëdha geopolitike, siç ishin ato masrames murit Berlinit dhe shpërblerjes së Bashkimit Sovjetik e tjera. Kështu që kjo është një ndër deponimet më të rëndësishme historike dhe sot pas 34 vjetë ka shumë arsye që të përkujtohet ky qëndrim i atërshëm dhe klasa politike të reflektojnë përputhje me atë qëndrim të atërshëm.
Dhe madje po flasim për një pjesëmarrje masive të 350 delegatëve në atë kuvend, apo jo? Po, qenë gjithë aty dhe ajo ka qenë, si më të thome, një kuvend kombëtar që ka përcaktuar të ardhmen e Kosovës perëndimore, demokratike, të lirë, edhe se si do të shkojë ai zhvillim, do të thotë, ajo ka qenë një ngjarje historike. Dua të ndalim pak sepse përmendet edhe deklaratën kushtetuese dhe po ashtu kuvendin e Kaçanikut. A nuk ishin këto indicjet e para për një shtet formim, për një shtet të pavarur të Kosovës? Po, kanë qenë, por të them drejtën, janë ngjarje historike ato, veçmas deklarata e dy Korrikut, sepse ajo faktikisht doli me një akt cilin Kosova shpalla e pavarur, largohej prej pushtimit serb, do thotë, kishte drejtën që prej atij momentit në mënyrë demokratike, sepse ishin delegatë të zgjedhur atëherë, të cilët u përcaktuan për atë akt. Delegatë ishin zgjedhur rrethanat edhe të shtetërrethimit atërshëm, ndërsa shtatë kushtut dhe Kaçanikut, e 7 shtatorit, është një ndër aktet themelore me cilin shteti i Kosovës e ka kriju legitimitetin për me ardhur aty ku jemi sot. Kuvendi i Kaçanikut do të thotë e shpalli Kosovën republikë të pavarur, e cila me drejtën që të hyjë në raporte federative pa konfederative me pjesë tjera në përputhje me zhvillimin që do të shkojë, do thotë. Edhe në këtë drejtim unë mund të themi se edhe delegatë atëhershëm, gjithë ata kanë bërë një punë historike dhe jo rastisht për shembull dhe Gjenedea kur e bën vendimin 2010, dhe fjalën e kam për gjykatën e tërkombëtare drejtësisë të Hagës, me cilin do të thotë thuhet se pavarësia e Kosovës nuk bën ndesh me drejtën ndërkombëtare. Në disa vende përmendet kuvendi i Kaçanikut si një referencë shumë e rëndësishme ku përcaktohet edhe ajo rruga dhe drejtimi i vendosjes dhe i shtetësisë së Kosovës. Megjithatë, profesor Buxhovi, ne ishim në represionin e okupatorit serb. Cila ishte ideja kryesore? A ishte si një simbol i rezistencës? A ishte ideja që t'ju tregonin botës që jemi popull i shtypër dhe duam pavarësinë tonë? Apo ishin rrethanat politike të cilët na mundsuan që të hedhim një hap tutje drejt pavarësisë? Janë gjitha nga pak, po e kryesore është sepse klasa politike atëhershme, domethënë intelektualët u ngarkuan në një përgjegjësi historike, sepse mase 23 marsit vitit 1989, kur Miloševići me tenka anuloi autonominë e Kosovës, nuk kishte më klasë politike, ishin gjithë shpenzuar apo të dalën jashtë përdorimit. Intelektualët e morën atë përgjegjësi, shkrimtarët, gazetarët, rilindës, gjithë ata që ishin, domethënë edhe duhet të deli tash me një koncept. Ajo lëvizje të thotë u kriju prej asaj partie politike në lëvizje prej 700.000 antarësh, në lëvizje gjithë popullore, do thotë. Edhe ajo detyronte që të ai zhvillim përcjellur edhe me programe dhe projekte. Edhe të them drejtin, kur thatë ju se gjithë ju kanë bashkuar ato shpresa, gjithë kanë qenë bindur se do të vi të një realizimi një vullnetit politik shqiptarëve, do thotë se do Jugoslavia po përfundon edhe do të jetë një zgjedhje në përputhje me vullnetin tonë. Por gjithashtu e kanë ditë se nuk do të jetë lehtë. Nuk do të jetë lehtë sepse faktori ndërkombëtar, nëse merren sikuan rrethanat, Evropa atëhershme, po edhe vetë NATO dhe SBA kishin disa prekupime shumë të rëndësishme, veçmas ato që ishin rreth tranzicionit, sepse me që ra bashkimi sovjetik atër përshëndrimi i SBA-ve dhe Europianëve ishin që ato pjesë ishin dikur në diktatën e komunizmit dhe të traktatit Varshavës të kapërsenin në pjesën perëndimore. Dhe automatikisht do thotë Jugoslavia nuk ishte në plan parë, edhe pse Miloševići filloi me luftë gjithë atë proces, por u dasht kohë, do thotë që tek vëmendja të përqendrohet dhe ne mund të themi se vëmendja e perëndimorëve ka filluar të përqendrohet diku tek mas Daytonit, mas marrëveshjes Daytonit vitin 95, kur veç edhe u boni ndërhyrje forcave kroate bashkë me ato të NATO-s për
për qlerimin e të një pjesëve që i kështë pushtu Serbia, do thot prej asaj kohë, do thot e kemi një proces pandalshëm i cili qojte të ajo që ndodhi bombardimi i NATO-s, fushata nga 24 marsi dhe me 10 qershor të vitit 89, edhe të për të ratin ndërkombëtar, prandaj është një proces historik cilin populli jonë ka tregu një vetdije, një solidaritet të madh dhe një pjekoni shumë madhe, sepse ka qenë shumë vështirë në ato rrethana që të mahet një balans i brendshëm, lëvizja ka qenë, po dhe gjithaj shtet paralel deri te rezistenca armatosur ka punu ma shumë në bazat e një vullnetarë, një entuziazmi, sepse kanë mungu instrumenti forcës edhe instrumenti ushtrisë që ka mujtë ta siguroj. Po me gjithate, kujtoj se është arrit një fitore jashtëzakonshme historike dhe them me drejtë se shteti i Kosovës paraqet të arritun më të madhe të shqiptarizmit në këtë shekull. Dhe kjo është diçka që na gëzon shumë, por krahasoj, kemi pasur përkraje në atë kohë, flasim për tentativat e para për ta shpallur pavarësinë e vendit tonë, e kemi pasur përkraje në mizbën ndërkombëtar, kemi pasur shpresën që dikush do të na njeh në atë kohë, apo thjesht e kemi bërë këtë hap vetëm për shkak që ka qenë në rrethana aktiv. Thamë edhe në këtë libër, po në Kosova kemi pas përkrajen e plot faktorit ndërkombëtar, por ajo përkraje nuk ka ardhur prej qiellit. Ajo përkraje ka ardhur në sajt e përcaktimit të thotë tonë, jo vetëm me themelimin e Lindjes Demokratike, po përgjithësi edhe 2 vjet përpara konfrontimit që e bën intelektualët e Kosovës shkrimtarët me projektin e akademisë, memorandumin e Akademisë Shkencave Qosishit që doli në diku në tetor të vitit 1987. Në ato 2 vjetet kanë qenë konfrontimet tona të hapuna dhe u paralajmëru faktorin ndërkombëtar se klasa intelektualët e Kosovës kanë qëllim që në çdo rrethon të jenë subjekti barabartë, atëherë fliti për i federatës, do të shkojë nivelin mondial, por përkasia jonë ishte për liri, demokrasi dhe pluralizëm dhe përkasi perëndimore. Kjo përkasia perëndimore ka qenë shumë e rëndësishme dhe faktorin ndërkombëtar, do të prej aty në bisedët të Beogradit, po dhe më vonë mas Ramis Mujit, Berlinit dhe themelimit të LDK-s kanë qenë shumë aktiv. Ne kemi pas, mund të themi lirisht, për krasit më të mëdhej edhe sponsor, mund të thuhet kështu pozitiv, Amerikan, Gjerman, shtetet perëndimore. Vesmas përmendem edhe këtë kuvendin e parë të LDK-s 5 majit vitit 1991, kur dulim me një platformë qartë të shtetit pavarur të Kosovës, SBA-ja dhe evropianët kanë qenë përkrasit më të mëdhej, por ata kanë pas edhe një këshill, një qendrim, thotë, ju do të bëni një politikë pa luftë. Do të bëni shtetin paralel e gjithë ato, do të jetë një dëshmi civilizuese, ndërkohë që kur të vjen puna luftës, atëherë do të jetë një komponent tjetër, si faktori ndërkombëtar do ta mikshyrë aty, çështja të ndodhin në vërtet. Domethënë këtë problem, këtë proces, gjitha e lëvizja jonë ka pas përkraje të jashtëzakonshme të faktorit ndërkombëtar. Ani pse, për shembull, mund të themi lirisht se nuk është përkrahje, për shembull, kërkesa publikisht për Republikën e Kosovës, për pavarësi se ishte ajo, por në gjitha ato zhvillimet që kanë qenë bisedat, pritet që janë bërë presidenti Rogova, po dhe faktorëve tjerë që ishin, gjithkund është dhënë një miratim se do të realizohet dëshira dhe vullneti i juaj për liri dhe pavarësi, nëse ju do të rrini besnik për saktimit perëndimor, demokratik dhe asaj që të ktheheni, të ruani orientimin perëndimor. Prandaj këtu mund të themi se ne kemi pas përkrajen e jashtëzakonshme dhe shteti i Kosovës pa atë përkraje nuk do të ishte sot ku është. Është ky një mesazh i qartë që po çësia njëj duhet të jetë edhe sa i përket të ardhmës së vendit tonë në bashkëpunim gjithsesi me aleatët evropianë dhe perëndimor. Unë mendoj se aleanca me faktorin ndërkombëtar SBA dhe aleatët NATO është ekzistenciale për ne.
ajo është eksistenciale jo vetëm për atë të thashtë që gjithë këtë proces e ka përkrah edhe të në rrethanat në pandimin e SBA-ve dhe përkrahjen e tyne dhe të evropianëve nuk do t'ja delnim, por ajo të atë njëjtën kohë kanë qenë ata që vazhdimisht nëse nga kujtohet ajo kërcënimi i Këshnellëve i 24 dhjetorit vitit 1992 i presidentit Bush drejtu Serbisë si vit kuqe se nuk guzoni të bartë një luftën atje, edhe ma të tje, do të thotë kanë qenë vendimtare për ato. Kanë qenë gjitha proceset ato deri të bombardimet që u bona e fushatave. Por, do të kemi parasysh edhe protektorat ndërkombëtar që është vu në saje edhe me një mbikëqyrje të jashtëzakonshme përqendruar të SBA-ve dhe të evropianëve që ajo periudhë të kalojë mandej të qojtë shteti Kosovës. Ne kemi disa zhvillime për shkak që kanë bërë që mos të pengohet ajo. Kemi ngjarjet e vitit 2004, të cilat kanë qenë po ashtu në mund të themi në thik mas gjithë atij procesi dhe vonuan në një farë mënyrë, por prapse bisedimet e Vienës dhe ma tutje Vesmas, kur ato dinamizuan në vitin 2006 tutje, kur Amerikanë në njërë drejt për drejt kërkuan që ato të përfundojnë me rrëveshtën që me pakon atisarit, do të faktorin ndërkombëtar kanë qenë vendimtar për atë. Edhe gjithaj proces i pavarësisë Kosovës dhe gjithaj ato njohje që ndodhen aq shpejt, do thotë, nuk do të bëshin pa SBA-t, pa evropianët dhe pa ndikimin e faktorit ndërkombëtar. Prandaj unë mund të them se edhe procesi që ka ardhur në vazhdim me sipër, do thotë nga viti 2008 tutje, gjitha forma do thotë është mbështet dhe është kontrollu prej faktorit ndërkombëtar. Madje edhe në rrethanat kur ishte UNMIK-u, ishte KFOR-i, në dhe sot e gjithë ditën e kemi për shembull si mas rezolutës 1244, KFOR-in e kemi përgjes për sigurinë, do thotë, edhe ajo është një faktor shumë i rëndësishëm rrethanat, siç janë këto sotme për shembull kur ka rrezik destabilizimit rajonal prej atyre që po ndodhin në Rusi, në Ukrainë, po edhe pikpyetjeve që ushtruan pas zgjedhjeve në SBA, KFOR-i është garantuesi më i madh i sigurisë sonë. Thonë them drejtën, kjo është një fat që na megjithatë këto rrethana kemi një mbështetje, edhe do të thotë mbështetje të perëndimit. Profesor, unë dua të ndalim pak edhe tek vepra juaj e fundit, e cila është një grumbullim i kujtimeve në periudha të ndryshme, vitet e Gjermanisë. Kështu quhet. Çka trajton realisht kjo vepër, ky studim, nëse mund ta quajmë, sepse ajo që më la përshtypje gjithashtu është edhe pjesa e fundit, e cila është më aktuale, bëhet fjalë për periudhën e vitit 2000-2008 dhe gjithashtu ka në fokus presidentin historik doktor Ibrahim Rugova dhe kujtimet me të. Po fillimisht dresha të them se vitet e Gjermanisë në një farë mënyrë është një libër i cili kapet me disa çështje që kanë bëjë me identitetin ton kulturor, historik, politik nga pas lufta e tutje, por gjithashtu që ndërlidhen me të vitet e Gjermanisë, rolin e Gjermanisë historikisht të çështja shqiptare, do thotë, të aspekti kulturor dhe politik, dhe po ashtu që është e rëndësishme që ke edhe në fotografi aty, është në këto vite roli i rilindjes atje, sepse këtë ka të bëjë me qëndrimin tim si korrespondent i rilindjes në Gjermani nga vitin 1976 deri me 2008. E them këtë sepse kjo kohë kur rilindja caktoi korrespondentin e parë në Gjermani, ishte koha kur ishte një qëndrim politik dhe intelektual aso kohë që barazia e Kosovës në nivel federatës që shkonte i kapte gjitha segmentet, ta ketë edhe këtë kulturore dhe informative. Do thotë, në aso kohë kur rilindja mori vendim që të ketë korrespondentura në botë, ajo bëhet dhe me qëndrimin politik të udhëheqjes më të lartë të Kosovës, që korrespondentët e rilindjes në një farë mënyrë të jenë përfaqësues kulturor të Kosovës jashtë. Unë kam pas fatin do thotë që të shkoj atje, edhe atje në ato rrethana do thotë
unë kom magjistru atje, Kongresin e Berlinit në dokumentat Gjermani vitin 79, por është shumë rëndësishme atje pse vitet e Gjermanisë. Sepse në vitin 1987 shënohej 100 vjetori i Kongresit Berlinit. Dhe në aso kohë në Kosovë do thotë u këmtu 100 vjetori i Kongresit i Lidhjes Shqiptarit për Zrenit, po edhe i Kongresit Berlinit. Unë dola me një felton gjatë në lindje, i cili ishte shumë i rëndësishëm, por gjithë ky përqendrim edhe politik të kremtimi 100 vjetorit të Lidhjes Shqiptarit për Zrenit, ishte një dimenzion shumë i rëndësishëm që jepet në përgjithësi atij procesit që kishte fillu subjektivitetit tonë në federat, po të njëjtën kohë edhe të identitetit tonë kulturor, politik edhe intelektual. Kur themi kështu, themi sepse Kushtetuta 7 e Kacës i krijoi disa rrethana shumë të rëndësishme të avancimit më të tjeshëm të Kosovës në federat deri në nisja pavarur, por në kuptimin intelektual, arsimor edhe kulturor, aty u kriju mundësia për një identitet. Do thotë, në planin arsimor, Universiteti i Kosovës u themelu dhe ajo ishte një arritur jashtëzakonisht e madhe që të barazohemi edhe në këtë kuptim. Akademia e Shkencave, Instituti Albanologjik dhe gjitha institucionet tjera ishte institucione kombëtare. Universiteti i Prishtinës aso kohë ishte në ndër universitetet më të mëdha në Jugosllavi. Ajo ishte një qendër e dijes, por dhe qendër kulturore dhe politike shqiptarëve në Jugosllavi aso kohë. Prandaj mund të themi se unë në këtë libër kapën edhe me këto procese. Do të thotë, shkumja ime si korrespondent atje, inkuadrimi në politikën gjermane të kohës, por të njëjtën kohë dhe futja në arkivat gjermane vesma se që ishe ai i Ministrisë Punëve të Jashtme, ku unë magjistrova atje, po dhe i përgatita edhe dokumenta tjera, paraqeste një aspekt shumë të rëndësishëm dhe në këtë libër unë jam mundu këto çështje ti paraqes atje. Ka rëndësi të thuhet këtu për shembull, sepse edhe procesi i shtetëndërtimit ton lidhet të ngushtë me veprimet e Gjermanisë mas bashkimit Gjermanisë, do të thotë mas Ramesmorit Berlinit. Gjermania ishte një shtetet e cila edhe kulturalisht dhe politikisht na ka përkrahur gjithë lëvizjen tonë. Por duhet me ditë edhe një gjë tjetër, do të thotë se ka shumë rëndësi. Në rrethanat kur filloi terrori policor ushtarak i Serbisë dhe veprimet luftarake, mbi 100.000 shqiptarë atër u shprengulin prej Kosovës, kërkuan azil në Gjermani, Gjermania i majti, vazhdoi të japë përkraje, por i dha përkraje edhe shtetit paralel Kosovës, sepse shteti paralel Kosovës, kur nga viti 1992, kur pjesa më e madhe e qeverisë atërshme u vendos në Gjermani. Dhe prej aty ka zhvillu aktivitet, disa pjesë kanë qenë edhe në Shqipëri, por në Gjermani ka pas mbështetjen 3% do të thotë. Gjithë ato fonde që u mbledhen, edhe ma vonë edhe fondi vetlinja thret. Atje janë ngrumbullu, janë menaxhu prej atjehit. Unë mendoj se Gjermania në këtë ditim ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm te mbështetja këtyre proceseve dhe te pranimi i refugjatëve tonë dhe dhënia e përkrajes blanko të gjithë atyre që ishin përndjekur në Gjermani. Do thotë në këtë drejtim unë prandaj edhe ky libër e ka edhe këtë dimenzion. Do thotë krahas kësaj është edhe gjithë ajo e një histori e një përpjekjes në asaj që shteti i Kosovës gjithsesi ka kaluar dhe nëpër këtë mbështetje gjermane. Zotëri Buxhovi, do ndalemi vetëm për pak minuta marketing dhe do të rikthehemi sërish të diskutojmë disa pika mjaft interesante që janë po ashtu pjesë e librit tuaj. Rikthehemi vetëm pas pak, vetëm një shkëputje shkurtër me marketing.